Një studim i fundit i kryer nga 33 gjuhëtar profesionistë ndërkombëtar ka arritur në përfundimin se gjuha shqipe është mbi 6.000 vjeçare dhe ka fillesat e saj që shkojnë deri në 8.000 vjet më parë. Ky rezultat e rendit shqipen si gjuhën më të vjetër të sistemit indo-europian që flitet edhe sot, duke lënë pas armenishten dhe greqishten. Ky zbulim është një goditje për skeptikët që kanë dyshuar mbi origjinën dhe lashtësinë e gjuhës shqipe. Studiuesja Elena Kocashi, e njohur për punimet e saj mbi historinë e gjuhës shqipe, ka theksuar se armenishtja është një degë e shqipes, pasi një pjesë e frigazëve dhe pellazgëve të Thesalisë emigruan në Armeni. Ndërkohë, greqishtja e ka fituar statusin e saj teknik për shkak të ndikimit të madh të gjuhës shqipe që nga koha e Homerit. Kjo tezë mbështetet nga një sër studiuesish historik dhe gjuhësor që theksojnë lidhjet e ngushta midis shqipes dhe gjuhëve të tjera të vjetra indo-europiane. Për vite me radhë ka pasur një përpjekje për të minimizuar rëndësinë e gjuhës shqipe në historinë e Europës, por ky studim i ri përforcon idenë se ajo është një nga gjuhët kryesore të formimit të familjes gjuhësore indo-europiane. Në këtë kontekst, është me rëndësi që akademikët shqiptar të angazhohen më shumë në hulumtime të thelluara dhe të mbrojnë këtë trashëgimi të jashtëzakonshme gjuhësore. Kjo nuk është çështje emocionesh apo krenarie kombëtare, por një realitet i bazuar në fakte shkencore. Ndërkohë, një kritike fortë i drejtohet prindërve shqiptar që nuk mësojnë fëmijëve të tyre gjuhën kombëtare. Sipas Elena Kocashit, kjo është një humbje e madhe për kulturën dhe identitetin kombëtar. Gjuha shqipe nuk është thjesht një mjet komunikimi, por një dëshmi e gjallë e historisë dhe qytetërimit të lashtë të shqiptarëve. Pavarësisht sfidave dhe përpjekjeve për të errësuar të vërtetën, ky studim vërteton edhe një herë se e vërteta mund të shqiptet, por kurrë nuk do të mbetet.